Jam këtu me Arta Fonden, një grua, një nën dhe një qytetare e cila kërkon vetëm drejtësi. Përshëndetje Arta. Përshëndetje Liridona. Fillimisht dua të falenderoj dhe të përgëzoj që më keni pranuar kërkesën time për të ardhur këtu për të treguar historinë time. Jeni vetmja gazetare në Maqedoni që më keni pranuar pa ju trembur fare syri. Dhe jam këtu që të tregoj sot gjithë historinë time të trisht që më ka ndodhur rreth 2 viteve. Rasti yt Arta është rasti i përveçëm, por në fakt kauza yt është e përgjithshme, nga që shumë nëna tjera nuk e kanë mundësinë për të paraqitur në media dhe nuk e kanë as guximin dhe të tregojnë hapur për padrejtësi që u bëhet. Mendi për punë sociale vazhdimisht pa cenzurë ka raportuar për shkelje të rënda ligjore të cilat ata i bëjnë. Vetëm dje kemi pasur një rast të tillë dhe sot po vazhdojmë një rast tjetër ku Mendi për punë sociale ka bërë lëshime të theksuara. Po fillojmë prej në momentin që ti u martove në një martesë në Strug, atje linde 2 fëmijë, në moshën kur fëmijët kishin 2 dhe 4 vjet, vendosur që ta filloni një procedurë divorci për shkak të arsyeve që nuk shkojnë në një martesë, ato janë çështjet e juaja personale, por unë dua të them në momentin 2023, në vitin 2023, kur ti vendosë që të largohesh nga Struga për në Shkup, bashkë me fëmijët, për mirëqenjen më të mirë të fëmijëve. Arsyeja? Arsyeja ishte sepse unë vazhdimisht kisha dhunë psikologjike dhe fizike, ku gjatë gjithë kohës më bënte presion që të dalë prej banesës. Ky dokument që kemi këtu të plasuar është një dokument që dëshmon dhunën fizike që bashkëshorti ka ushtruar ndaj teje dhe është i dënuar i njëjti me 6 muaj burg, po më pas është konvertuar me kusht. Ku gjatë gjithë kohës më bënte presion duke ndalur rrymën, ujin, liftin dhe e kisha të pamundur të jetoj me 2 fëmijët aty dhe për më të mirën dhe për mirëqenien e fëmijëve të mi dhe për më të mirën e fëmijëve të mi, vendosa që të vi në Shkup, sepse në Strug kisha rrugë të bllokuara nga ish bashkëshorti. Pas pak muaj pasi ti erdhe në Shkup, më 27 maj 2024, Qendra për Punë Sociale në Strug merr një vendim që mendim profesional me referencë dokumenti që po e shihni këtu, pa të kontaktuar ty, pa kontaktuar fëmijët dhe pa informacion nga Qendra për Punë Sociale në Shkup, ku ti edhe jetoje në Shkup, ty nuk të kanë kontaktuar asnjëherë Qendra për Punë Sociale në Strug? Në momentin kur unë erdha në Shkup, informova të entin social në Strug dhe gjithashtu dhe entin social në Shkup, që unë kanë ndruar vendbanim dhe ja u tregova arsyet pse unë kam ndruar vendbanimin dhe kërkova që prej entit social të Strugës që të shkojnë të bëjnë edhe ekspertizën, gjithashtu edhe gjykatës i kërkuam, por asgjë nuk funksionoi dhe pastaj në asnjë moment enti për punë sociale nuk është kujdesur për mirëqenien e fëmijëve, që të pyes se ku janë fëmijët. Asnjëherë nuk ta thirr. Asnjëherë nuk më ka thirr në telefon ose në shkresë dhe asnjë ftesë nuk ke se ti duhet të shkosh të paraqitesh në Entin për Punë Jo, Sociale. dhe gjatë gjithë kohës të qëndrimit të fëmijëve që kanë qenë me mua në Shkup, gjatë gjithë kohës kemi dërguar shkresa zyrtare dhe nuk kemi marrë asnjë përgjigje, ku kam kërkuar gjatë gjithë kohës që të vije babai të shohë fëmijët. Dhe në asnjë mënyrë babai nuk ka pranuar që të vije të shohë me shkresë fëmijët dhe normal që unë isha shumë e friksuar t'ja jap një dhunuesi të fëmijët, se gjatë gjithë kohës ai më kërcënonte që unë do vi do t'i marr fëmijët dhe ti nuk do t'i shohësh asnjëherë. Dhe fatkeqësisht gjykata, enti social për punë sociale, gjithë këtë e inskenuan se gjasë unë kam ikur në Shkup dhe kam kidnapuar fëmijët e mi. Imagjinoj, si mundet një nanë që ti kidnapoje fëmijët e vet që kanë mbajtur 9 muaj në bark. Është shumë e dhimbshme. Nuk e pas një vendim
që të mos i marrë fëmijët? Jo, nuk ka pasur as vendim Në periudhë s'ka gjykatës. pas? Jo, s'ka pasur as vendim gjykatës, as mendim të entit social. Dhe gjithashtu ne me njëherë kërkuam që prej gjykatës të Strugës të marrë mendimin e entit social, se unë vetëm jetosha në Shkup. Dhe ajo as nuk ka kthyer përgjigje. Ka marrur mendimin e entit për punë sociale në Strug, ku e ka dhënë një mendim krejtësisht absurd të paligjshëm, vetëm me tre fjali. Pra, në vitin në 27 maj 2024 Qendra për Punë Sociale Strug e jep përpilon një mendim profesional ku thotë pa të kontaktuar ty Arta, pa takuar fëmijët, pa marrë asnjë informacion nga Qendra për Punë Sociale në Shkup. Më pas përforcohet ky mendim me 10 shtator 2024 me dokumenti që po e shihni më, identik në përmbajtje i njëanshëm dhe i pa i verifikuar në teren. Atëherë më 1 nëntor 2024 gjykata themelore në Strug e merr vendimin që po e shihni në Sky, dhe ja jep kujdestarin babait, duke u bazuar vetëm në mendimin e Qendrës për Punë Sociale në Strug që ty nuk të kishin thirrur fare, duke më kësaj kontaktuar as pak Qendrën për Punë Sociale në Shkup ku ju edhe jetonit. Një vendim pa hetim të gjendjes faktike, pa përfshirje të Qendrës për Punë Sociale në Shkup dhe pa dëgjim të fëmijëve dhe pa përfshirje të nënës. Dua ta cek se kemi kërkuar në gjykat edhe kërkesë për psikolog dhe gjithmonë na kanë refuzuar në çdo seancë, sepse fëmijët janë të vegjël. Janë të vegjël edhe kishin shumë në atë periudhë kur u ndan prej meje, kishin shumë trauma dhe kjo është shumë shqetësuese për mua si nanë. Atëherë ti më 7 shkurt 2025 paraqesesh një ankesë në gjykatën e apelit në Manastir. Po. Më 7 mars 2025 gjykata e apelit merr një vendim të drejtë për ty, ku thotë se e thekson qartë se gjykata themelore në Strug ka bërë shkelje dhe atë nëna është përjashtuar nga procedura, fëmijët nuk janë dëgjuar asnjëherë, vendimi është marrë në mënyrë të njëanshme dhe në kundërshtim me të drejtën për procedurë të rregull. Deri në këtë moment është krejtësisht në rregull, ku kthehet nga gjykata e Manastirit në gjykatën themelore në Strug, ku atje përsëri merret vendimi i njëjtë. Po, fatkeqësisht rasti u kthy në rigjykim dhe fatkeqësisht Sonja Gjanqevska e mori e dha të njëjtin vendim, vetëm e bëri copy paste dhe ajo ishte e tmeshme. Edhe pikërisht këtu unë dyshoj që ka korrupsion, qartë që ka ndikim shumë të madh. Dhe mbasi që ja ka tërhekur vërejtjen Jacqueline Doveden për gabimet dhe lëshimet që janë bë, prap Sonja Gjanqevska e bëri gabimin e njëjtë. Vetëm ja dha fëmijët babait pa asnjë arsyetim. Kjo është absurde, me të vërtetë. Kur të pyesin fëmijët se pse nuk qëndrojnë me ty, çfarë ju thua? Gjatë gjithë kohës fëmijët e vuajnë shumë këtë pjesë që nuk janë me mua. Dhe gjithë kohës më pyesin se kur kemi bë dokumentat, kur janë gati dokumentat, ne kemi humbur durimin, nuk mund të presim. Dhe unë ja kam treguar të vërtetën. Kohës fëmijët janë shumë të mërzitur, e ndjejnë dhimbjen bashkë me mua dhe kërkojnë që të vinë me mua. Momentet kur i kthej fëmijët janë të paharrueshme, sidomos djali i vogël qanë shumë me dënesë, për këtë i kam paraqitur gjithandej, por askush nuk ka marrë masa deri sot. Dhe me të vërtetë është shumë shqetësuese dhe shumë e dhimbshme. Për çka jam unë këtu? Unë dua vetëm kërkoj që t'i kem fëmijët e mi, kërkoj vetëm drejtësi. Çfarë do t'ju thojë drejtorëve të Qendrës për Punë Sociale? Të japin drejtësi, jo favore, të çlirojnë gjyqësorin nga korrupsionet dhe ndikimet e jashtme, të mbrojnë nënën, të drejtën dhe familjen. Unë jam një nënë që i plotësoj gjithë kushtet që t'i mbaj fëmijët dhe dua t'i mbaj fëmijët e mi, se më kanë bërë shumë padrejtësi. Dhe unë jam këtu sot, kërkoj vetëm drejtësi.
është lutja yte sot Sinan? Unë kërkoj dhe ftoj të gjitha vajzat që të mos kenë frikë të mposhtin para gjykimet nga mentaliteti dhe mendësia patriarkale. Ta ngrejnë zërin dhe të kërkojnë dhe të mos ndalen të kërkojnë vetëm drejtësi. Unë gjithashtu bëj apel për të gjithë familjarët e vajzave që të mbrojnë vajzat e tyre ashtu siç më ka mbrojtur mu familja ime. Dhe fatmirësisht vin nga një familje shumë e madhe, respektuar dhe e nderuar nga Prishtina, ku moti ko kanë thyer këto stereotipe. Dhe le të triumfoj drejtësia për të gjitha nënat. Kjo është postulati im kryesor i kauzës time. Drejtësi për nënat e arta. Ky është një emision vendimi pa nënën, ku gjykatësit kanë vendosur që pa e pyetur të ëmën, pa marrë asnjë dokument dhe asnjë shqyrtim të gjendjes faktike, pa mos u konsultuar fëmijët, të merë vendim që ata t'i takojnë prindit. Presim drejtësinë e gjykatën e apelit, ftoj të gjithë kolegët e mi gazetarë, ftoj të gjithë institucionet dhe ftoj të gjithë organizatat qeveritare të bashkohen për të ndjekur rastin e Arta Fondës, se vetëm bashkë të gjithë mediat mund që të sjellim drejtësi për një nënë e cila kërkon të drejtën më thelbësore të saj, të ketë fëmijët.